Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka reaguar pas kritikave për bashkimin e deputetit Adem Hoxha me grupin parlamentar të partisë të tij. Në një deklaratë të fortë për mediat, Haradinaj ka mbrojtur deputetin Goran dhe ka hedhur akuza ndaj qëndrimeve të lëvizjes vetëvendosje, duke përdorur një krahasim të ashpër me ish politikanin serb Oliver Ivanović, i akuzuar për krime lufte ndaj shqiptarëve në Kosovë. Adem Hoxha, me pas shkute e kurti i shkani mirë si Ivanovići që ka vrarë shqiptar, u shpreh Haradinaj duke kritikuar standardet e dyfishta sipas tij të vetëvendosjes ndaj përfaqësuesve të komuniteteve jo shqiptare në politikën kosovare. Më tej, kreu i AAK-s u ndal tek rëndësia e integrimit të komuniteteve jo shqiptare në partitë shqiptare, duke thënë se është shumë më mirë që një deputet si Adem Hoxha, që ka respektuar ligjet e Kosovës dhe është i integruar në shoqëri, të jetë pjesë e një subjekti politik si partia që ky drejton, sesa të anojë nga lista serbe. Adem Hoxha, Adem edhe Hoxh, me ju bashku një partie shqiptare apo me shkute lista serbe, a nuk është më mirë që ai të jetë me ne? Pyeti Haradinaj retorikisht, duke theksuar se Hoxha është një qytetar që kontribuon për vendin dhe që fëmijët e tij ndjekin shkollimin në gjuhën shqipe në Prizren. Në vijim, Haradinaj shtroi pyetjen pse një serb si Nenad Drašić, i cili është bashkuar vetëvendosjes, pranohet si një figurë pozitive, ndërsa një bosnjak si Adem Hoxha kritikohet kur bashkohet me AAK-n. Nëse është mirë që Drašić t'i bashkohet vetëvendosjes, pse nuk është mirë që Hoxha t'i bashkohet AAK-s? U shpreh ai. Më tej, Haradinaj shtoi se të gjithë deputetët e komuniteteve duhet të inkurajojnë që të bashkëpunojnë me partitë shqiptare dhe jo të shtyhen drejt listës serbe apo të tjera struktura që nuk e njohin shtetësinë e Kosovës. Unë i bëj thirrje të gjithë deputetëve të komuniteteve të bashkëpunojnë me partitë shqiptare, kështu do të integrohen më mirë dhe do të kontribuojnë në ndërtimin e shtetit, theksoi Haradinaj. Duke folur në veçanti për Adem Hoxhën, ai nënvizoi se Hoxha është deputet i zgjedhur i cili ka treguar përkushtim ndaj institucioneve të Kosovës dhe meriton përkraje për zgjedhjen e tij politike. Adem Hoxha është pjesë e një grupi që përfaqëson vlerat e UÇK-s dhe është shumë më mirë të jetë me ne sesa me struktura që nuk i shërbejnë interesave të Kosovës, përfundoi kreu i AAK-s. Deklarata e Haradinajt ka shkaktuar reagime të shumta në opinionin publik dhe politik, sidomos për gjuhën e përdorur dhe krahasimin me Ivanovićin. Megjithatë, qëndrimi i tij duket se ka për qëllim që të nxjerrë në pa hipokrizinë, e cila sipas tij ekziston në trajtimin e figurave të ndryshme politike në varësi të partisë që zgjedhin të mbështesin. Në përfundim, kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës theksoi se partia e tij është e hapur për të gjithë qytetarët e Kosovës që respektojnë ligjin dhe janë të përkushtuar ndaj shtetit, pavarësisht përkatësisë etnike apo fetare të tyre.